Një makinist treni ka humbur jetën dhe të paktën 37 persona janë plagosur, 5 prej tyre në gjendje të rëndë, pasi një tren doli nga Shina dhe u përplas pranë Barcelonës. Ngjarja ndodhi vetëm pak ditë pas përplasjes fatale mes dy trenave në jug të Spanjës. Sipas autoriteteve lokale, mbrëmjen e së martës, treni i linjës Rodalies u përplas me një mur mbajtës, i cili u shem mbi Shina në segmentin mes Gelida dhe San Sadurní. Inspektori i zjarfikësve të Katalonjës, Claudi Gallardo, bëri të ditur se të gjithë pasagjerët janë nxjerrë nga treni. Aksidenti ndodhi në një moment kur stuhitë e forta ishin përfshirë verilindjen e Spanjës. Autoritetet kishin shpallur alarm të lartë edhe për zonat bregdetare në lindje dhe veriperëndim të vendit për shkak të motit të keq. Shërbimet e emergjencës njoftuan se 11 ambulanca u dërguan në vendngjarje në Gelida, rreth 35 kilometra në perëndim të Barcelonës, për të ndihmuar të plagosurit. Zjarfikësit dërguan 35 ekipe në zonë dhe arritën të shpëtojnë një pasagjer që kishte mbetur i bllokuar brenda trenit. Në një përditësim të mëvonshëm, autoritetet thanë se nuk kishte më persona brenda trenit dhe se ekipet po kontrollonin zonën për të siguruar se nuk kishte viktima të tjera. Të plagosurit u dërguan në spitalet Moise, Broggi, Bellvitge dhe Villafranca. Shërbimet mjekësore thanë se përveç 5 të plagosurve rënd, 32 të tjerë janë me lëndime të lehta. Po të martën, një tjetër tren i rrjetit të Barcelonës doli nga Shinat. Operatori i rrjetit e kurudor spanjoll, Adif, njoftoi se boshti i trenit u godit nga një shkëmb i shkëputur për shkak të stuhisë. Treni udhtonte në linjën Blanes-Massanet në verilindje të Barcelonës. Në këtë rast nuk u raportuan të lënduar, por shërbimet e kurudore u pezulluan. Sipas gazetës spanjolle El País, rreth 400.000 udhëtar pritet të mbeten pa shërbim treni të mërkurën në mëngjes. I gjithë rrjeti Rodalies ka pezulluar aktivitetin, ndërsa po kryen kontrolle sigurie. Operatorët e kurudhave pritet të zhvillojnë takime me autoritetet pas përfundimit të inspektimeve. Aksidentet në Katalonja vijnë vetëm 2 ditë pas një prej fatkeqësive më të rënda e kurudore në Spanjë në më shumë se një dekadë. Dielën 2 trena me shpejtësi të lartë u përplasën në Adamuz, Andaluzi, duke shkaktuar vdekjen në të paktën 42 personave, pasi vagonët e një treni që udhtonte drejt Madridit dolën nga Shina dhe u përplasën me një tren tjetër që po vinte në drejtim të kundërt.